Sepse leximi i Kuranit pra është shkak për të mbrojt. Po ashtu mundohu që në shtëpi mos fusësh njerëz të cilët mundohen të prishin marrëdhëniet midis jush. Mos i përhap sekretet e çiftit. Dhe më pas luta Allahun e lartësuar. Me çfarë ti ndjen që Zoti i Gjatësisë ta udhëzoj bashkëshorten, Zoti i Gjatësisë ta udhëzoj bashkëshorten. Pra me çfarë ti ke në shpirt se Zoti i Gjatësisë është ai që i përgjigjet lutjeve. Sepse leximi i Kuranit pra është shkak për të mbrojt. Po ashtu mundohu që në shtëpi mos fusësh njerëz të cilët mundohen të prishin marrëdhëniet midis jush. Mos i përhap sekretet e çiftit. Dhe më pas luta Allahun e lartësuar. Me çfarë ti ndjen që Zoti i Gjatësisë ta udhëzoj bashkëshorten, Zoti i Gjatësisë ta udhëzoj bashkëshorten. Pra me çfarë ti ke në shpirt se Zoti i Gjatësisë është ai që i përgjigjet lutjeve.